Në seancën e së mërkurës në gjykatën themelore në Prishtinë vazhdoi dëshmin Nazmi Maloku, i cili njihet si dëshmitari C në rastin Drenica. Ai akuzoi Samil Ushtakun për rastin e binjakëve që i kishin vdekur gjatë lindjes, duke i thënë se ai ja ka mbytur fëmijët. Këtë deklarim ai e bëri në gjykimin për krim të organizuar dhe vepra të tjera penale, për të cilat akuzohet Samil Ushtaku, Ismet Haxha, Rustem Rukolli, Fatmir Mjaku, Recep Xhota, Skender Tahiri, Sheremet Jashari dhe Bajram Dibrani. Dëshmitari Maloku, i cili dëshminë e kishte filluar në seancën e 25 shkurtit 2025, vazhdoi të merret në pyetje nga mbrojtja e të akuzuarve. Sot e 100 vjet, ti mi ke mbyt fëmijët, ju drejtua Maloku Samil Ushtakut. Maloku në seancën e kaluar tregoi se ka bërë padin ndaj 2 mjekëve në vitin 2002, kur gjatë lindjes i kishin vdekur 2 fëmijë e më pas ishte ftuar nga Euleksi për të dhënë deklarat lidhur me rastin. E të njëjtën deklarat sipas tij e kishte nënshkruar në gjuhën angleze, duke shtuar se pas 2 javësh Euleksi i kishte thirrë për ta nënshkruar deklaratën në shqip. Ajo deklarat pretendohet se u ndryshua e doli deklarata për grupin Drenica. Akuzën për rastin e fëmijëve në seancën e sotme, dëshmitari Maloku e bëri duke i replikuar Ushtakut, i cili tha se asnjëherë nuk e ka njohur Malokun derisa ka ardhur në gjykat për rastin Drenica. Unë e kam njoft veç kur ka ardhur në gjykat, kur ka qenë Drenica, ma herët nuk e kam njoft. Mu po m'le përshtypje, kaq shumë që po din, madje edhe për ata serbët në Beograd. Po din edhe kush është ky person edhe për të gjithë, tha Ushtaku. Marre duhet me të ardh, ja ktheu dëshmitari duke i kërkuar të mos i thotë spiun. Nuk mundet ky që kaq lehtë me thënë, ti je fajtor për vrasjen në vitin 2000, kur unë as lidhje, as të kam njoft kurrë këtë person, tha Ushtaku. Ndërsa lidhur me atë se si kishte rrjedhur ngjarja dhe burgosja e grupit Drenica e si kishte përfunduar si dëshmitari mbrojtur në këtë rast, Maloku u pyet nëse i kishte treguar ndokujt se kishte dhënë deklarat për grupin Drenica, por ai mohoi se ka dhënë deklarat për atë grup. Por sipas tij, ai kishte tentuar të takonte Samil Ushtakun atë kohë në komunën e Skënderajt, por që nuk i kishte lejuar të hynte nga sigurimi. Unë nuk kam dhënë deklarat për grupin Drenica. Unë kam shku edhe në komunë me i tregu Samis se çka po përgatit Euleksi, po nuk ma ka lënë sigurimi me hy, tha Maloku. Lidhur me pretendimin e dëshmisë ndaj grupit Drenica, Maloku e ritheksoi se nuk ka dhënë asnjë dëshmi, nuk shkoi me i bash shërbim dreqit, u shpreh ai. Më pas veti akuzuari Ushtaku pyeti Malokun se a ishin takuar ata ndonjëherë që ky i fundit e pohoi një gjë të tillë. Ushtaku sqaroi se dëshmitari Maloku nuk e kishte njohur ndonjëherë deri në ditën që kishte dalë si dëshmitar kundër tij. Unë nuk po të akuzoj o Samil Ushtaku, po merru vesh me njerëz që në emër tanin i kam basenet. Unë nuk kam thënë asnjëherë që ma ka kërcënuar Samia, shtoi dëshmitari Maloku. Kryetari i trupit gjykues Valon Kurtaj e pyeti dëshmitarin se kush ia ka ofruar deklaratën